jemi mbledhur për të festuar një moment të veçantë, e që është 80 vjetorin e një prej markave më ikonike në botë, që është Vespa. Për 80 vjetë Vespa ka qenë ikonë, do me thonë sa i përket skuterave, një skuter që çdo kush e njeh kur të shën rrugë, si fëmijë, si i vogël, si i madh, mbetet ajo ikona në rrugë të qytetit. Tu fillu prej 1946 se ka rujt atë dizajnin e vet, atë gjuhën e dizajnit vet që edhe sot e kësaj dite e shohim. Për 80 vjetor Vespa tash ka një ngjyrë speciale, një edicion special që ka edhe pllakën e vet, me të gjitha teknologjitë e fundit sa i përket pjazhës, me ekran digital, sistemit sigurisë sikur ABS dhe ASR, plus me një motor të ri të fuqishëm prej 310 kubikëve. It's a great pleasure to be here today, together with so many Vespa enthusiasts and friends, to celebrate a symbol that has been part of the lives of millions of people, many millions of people around the world for 8 years. Vespa ka kriju si diçka si një mjet udhëtimi, sot Vespa është një ikonë në rrugë. Ti mund të pas një motor ose një mjet udhëtimi, ndërsa nëse keni Vespi e vespiste ose vespiste. Prandaj është totalisht diçka ndryshe pikë çka ka fal këtë asaj që Vespa ka bërë 80 vjet. Edhe unë jam i bindur që Vespa është mjeti më ikonik në dy rrota që e ka sot bota, se jo veç Evropa.